Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Na tha se jam 2000 veta, po unë nuk arritu një mërë, po 2000 nuk më dukeni. Shumë më shumë se sa 2000, shumë më shumë se sa 20.000. E qëtë rinia shqiptare është në shesh sonte! Na vjen keq që u kena prish gjumin si kryeministrit, si ati që pretendon që drejton opozitën, që na kanë marrë vendin tonë prej 35 vitesh. Si shumë për ju që dini, këto protesta kanë shumë vite që kanë filluar si çështje pronësie, si çështje mjedisore, por e mira kësaj proteste është që të gjithë shqiptarët janë bërë bashkë për të shpëtuar Shqipërinë një herë e mirë nga mafja e kapur, nga shteti i kapur nga mafja dhe nga gjitha padrejtësitë në cilat ne jetojmë prej vitesh. Nga gjitha ato padrejtësi ku shumë nga bashkëmoshatarët tanë nuk jetojnë më në Shqipëri, sepse këtu nuk kanë gjetur mundësinë e meritokracisë për të zhvilluar profesionet e tyre dhe për të pasur një jetë dinjitoze. Ndaj, ne jemi më të fortë se kurrë që ta bëjmë Shqipërinë për të jetuar me dinjitet në këtë shtet. Ne jemi këtu pa parti politike dhe thirrje Rama-Burg, Berisha-Burg. Ja u ka prish gjumin keq fare këto kohë. Por është më rëndësishme cilësia e jetës tonë, se sa gjumi atyre që kanë uzurpuar çdo hallk të këtij shteti. Ndaj ne duhet jemi çdo ditë më shumë, çdo ditë më të fortë. Duhet ju bëjmë thirrje të gjithë afërmëve, miqve, shokëve tanë që janë larguar nga Shqipëria, se sot është dita për një Shqipëri të re, për një Shqipëri dinjitoze. Sot është dita që ne të mos tërhiqemi nga sheshi, pa u tërhequr ata që na kanë marrë peng për 35 vitesh. Tani do ju kërkoj 2 minuta kohë për të folur për rjollin tim, sepse aty është plaga ime më e madhe dhe është arsyeja pse unë kam prej 4 muajsh që protestoj çdo ditë përballë policisë, përballë securit dhe përballë këtij shteti që vetëm drejtësi nuk jep. Pretendojnë të na thonë që jeni kundër investimeve dhe kundër zhvillimeve. Rjolli nuk është kundër zhvillimeve dhe investimeve, por rjolli është kundër grabitjes së pronës. Për gjithë ambientalistat është më se qartë që Rrolli është një zonë e mbrojtur me një rëndësi ndërkombëtare. Është një prej korridoreve ekologjike më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, ndaj kjo është një thirrje edhe për Bashkimin Evropian që të kthejë syt nga Rjolli dhe të shikojnë çfarë po ndodh. Ai resort që po ndërtohet sot në Rjoll, si dhe 3 resorte tjera që kanë marrë leje për të ndërtuar, do bllokojnë kanalet ekologjike të shumë shpendëve. Janë mbi 180 shpend që shtektojnë nga Europa dhe kanë një ngadalesat e tyre në Rjoll. Ndaj është një pikë shumë e rëndësishme. Gjithashtu është një zonë shumë e rëndësishme Ramsar, është pjesë e konventave ndërkombëtare dhe shteti shqiptar përderisa është bërë pjesë e konventave ndërkombëtare duhet i respektojë ato dhe nuk mund të ndërtojë në atë tokë. Gjithashtu, duhet të respektojë banorët autokton që jeton prej shekujsh aty. Unë ka një lajm shumë keq për gjithë sonte, por normalisht lagë e madhe kjo dhe lajmi keq është për gjithë rjollorët që dje janë zgjuar me tokën e tyre të rrethuar me tel me gjëmba. Dhe ne dim pse e bëjnë, sepse ata pretendojnë që ne do fokusohemi te Rjolli dhe do humbim vëmendjen
nga ajo që na ka bashkuar, largimi i kësaj qeverie, largimi i kësaj kase politike që na ka uzurpuar çdo halk të shtetit tonë. Rjolli do shpëtoj ditën që Shqipëria do shpëtoj. Absolutisht ju bëj thirrje të madhe gjithëve që të suportoni dhe Rjollin në këto ditë, që të hiqen telat me gjëmba, që janë më keq se burgjet e sigurisë lart. Është banale ajo që ka ndodhur këto ditë në Rjoll. Por ne nuk duhet të harrojmë fokusin kryesor, që është tërheqja e kësaj qeverie, tërheqja e kësaj kase politike dhe shpëtimi i Shqipërisë një herë e mirë. Shpëtimi i Rjollit, i Thetit, i Valponës, i Nardës, Vërdecit, Kurdalis, Pagradecit, Sarandës, Putritit. Është momenti jonë të shpëtojmë çdo qytet, çdo zonë të mbrojtur dhe çdo halk të jetës tonë në këtë vend. Hajde ju thrasim fort, Rama ik, Berisha ik! 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 Jeni më të mirë të botës dhe përdesa kryeministri pretendon të tallet me ne, na vjen kesh zoti kryeministër, po ne jemi qytetarë që të kemi dhënë mandatin dhe na takon ne që të tallemi me ty, se ke 35 vjet që tallesh me ne. Po kjo rezistenca jote ka friksuar, ka prish shumin ty dhe Sali Berishës. Por kjo nuk do ja prish jetën shqiptarëve dhe rinisë shqiptare. Ne do vazhdojmë të rezistojmë, ne do vazhdojmë të jemi çdo ditë më të fortë, çdo ditë më shumë, derisa zëri jonë të shkojë aty ku duhet dhe ju të shporreni nga politika shqiptare. Bravo Turo! Të nderuar qytetarë të Tiranës, të gjithë Shqipërisë, të Rjollit, të Zvërnecit, të Nardës, të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe jashtë vendit. Kjo protest është një moment historik në Shqipëri. Ne po ndryshojmë mënyrën e të qeverisur. Ne po ndryshojmë, ne po kërkojmë një shtet të drejtë, ligjor dhe të barabartë të gjithë. Zvërneci ishte pika e ujit e cila u shikon. Por Edi Rama kërkon ta devijoj atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kuksit, asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porto Romano, a e mbani mend çfarë thoshte kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romano. Mund të vemi dhe më poshtë, mund të vemi në Palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetërsuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregleti. Mund të vemi më poshtë në Limjon, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Zvërnecin, apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë vetëm 14 hektar bazës.
Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër jo vetëm që vjet pasurin publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më Porti Natos. Nuk ka asnjë shpresë Edi dhe Edi Rama. Ka 3 heri ka dështuar tenderi, do t'i dështoj përsëri, por nuk e hap dorë. Pse? Sepse në fakt, qeveria Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligark, shqiptar dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po bani më në Pashaliman, 80 hektarët i ka marrë një prestanome italian i cili është në hetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flite, nuk është izraelit, pasaportën ka izraelit, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korupcion në kërkim ose në hetim nga NATO. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vet. Nuk ikën vet. Ai e di fundin e tij. E di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jon duhet të jetë shumë e madhe. Ne duhet të qëndrojmë deri në fund, derisa të ikim. Pse? Sepse kontrolli çdo lloj qeverie që të vijë duhet të kontrolloj dëmin që është shkaktuar këto 35 vjet. Dhe dëmi shkaktuar, kontrolli dëmit shkaktuar fillon vetëm me një kusht, dorëheqja e Edi Ramës. Faleminderit. Ramanburg Berishamburg! Ramanburg Berishamburg! Sigurisht që këta janë mërzitur dhe këtë e keni shpjeguar me një thirrje që lindi këtë protest. Dhe ajo është ju erdhi funi! Ju erdhi funi! Ju erdhi fundi! Sigurisht që çdo njeri, çdo politikan i cili e din që po i vjen fundi, është i mërzitur dhe do dalë totale të përtas të zgjedh me gazetar, me influencer, me të gjithë, sepse po i vjen fundi! Ne jemi këtu sot përsëri si çdo ditë tjetër për t'i thënë se të erdhi fundi! Bravo gjithë! Fjalën e ka Greta Fajni, i student i dhjetorit të 2018-s me cilin jam njohur që atëherë. Përshëndetje gjithëve! Ne jemi mbledhur këtu dhe jemi shumë e shohim njëri tjetrin, por unë kam vetëm një pyetje. E dini kush është dhe një nga arsyet kryesore se pse jemi mbledhur këtu? Sepse kemi 35 vite që neve vazhdojnë dhe na premtojnë të njëjtat gjëra. Vazhdojnë dhe na premtojnë rotacion politik. Vazhdojnë dhe na premtojnë zgjedhje të lira, por në fakt a ka ndodhur ndonjëherë kjo? Dhe çfarë ndërtuan këto? Ndërtuan një sistem hibrid, një sistem ku komunizëm nuk i quajmë, por ka të gjitha elementet e një komunizmi, ku demokraci nuk është, sepse janë jo për vetëm elementet komuniste, por këto kanë dhe pushtetin, ka dhe ngurin dhe arrën dorë. Këto kanë çdo gjë e kanë vendor për të mbajtur pushtetin e tyre. Dhe di pse mbajnë këtë pushtet? Sepse këto kanë frikë të japin llogari. Kanë frikë që në momentin që mbaron ky tranzicion, kanë frikë që të japin llogari pranë organëve përkatëse. Dhe prandaj ne sot jemi këtu. Jemi për t'i dhënë fund këtij tranzicioni.
jemi që ne të garantojmë zgjedhje të lira, të garantojmë procese të lira, të garantojmë institucione ligjore, ku njerëzit, ku të gjithë ne, të kemi besim të drejtësia, të kemi besim të njëri tjetri. Prandaj, përveç se Rama ik, unë mendoj që duhet kemi dhe një thirrje tjetër. Një thirrje që ne të garantojmë që i gjithë ky proces të ketë një tranzicion të drejtë dhe të ndeshëm. Prandaj, ajo që neve, pjesë shtesë të kërkesave, duhet kemi një qeveri tranzitore, një qeveri që të garantojë të gjithë këto procesin. A jeni dakord që të kemi qeveri tranzitore? Qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore. Dhe një thirrje të fundit kam. Jemi mbledhur gjithë këtu. Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg, Rama Burg Berisha Burg. Dhe përveç kësaj vetëm një gjë, jemi mbledhur këtu, po mos harroni se të gjithë njerëzit që jemi ne këtu, jemi sepse kemi besim të njëri tjetri, sepse suportojmë njëri tjetrin, pavarësisht ndasive, mendësive, politike, filozofike, nuk ka rëndësi. Ne kemi vetëm një qëllim të vetëm, që është ikja e kësaj qeverie dhe është që ne të ndërtojmë një Shqipëri më të mirë dhe për veten. Shqipëri e re! 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 Për këtë protest e kanë marrë vesh gjithë, e kanë marrë vesh në Europë, në Amerikë, në Azi, kudo. A e dini ku nuk e kanë marrë vesh për këtë protest? Kemi kaq kohë që i kërkojmë Bashkisë Tiranë që të lidhi një kapull që të marrim energji elektrike dhe nuk na japi. Është e turpshme se sot protestojmë për 10 ditë me generator sepse këta nuk na japin drita. Kjo në fakt tregon shumë më shumë për ata, po tregon edhe për ne. Për ne tregon sa të fuqishëm jemi e për ata tregon sa frikë na kanë. Ndaj, me që thash që ka marrë vesh gjithë kush për protestën tonë, fjallën duhet ja jap një vajze që ka ardhur nga jashtë për të folur sot në këtë protest. Dëgjojmë. Përshëndetje. Përshëndetje fytyrës më të bukur të Shqipërisë. Fytyrës Shqipërisë re. Ky është qartësisht një moment historik. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët bëhen bashkë përtej afiliacioneve të vogla politike. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët dëshmojnë se Shqipëria është mbi gjithçka. Është moment historik sepse për herë të parë, mbas 35 vitesh, shqiptarët tregojnë se nuk në përkëm mendot nga askush. Sepse po shpaloset fytyra më dinjitoze e Shqipërisë. Është moment historik, miqtë e mi, sepse sot shënjojmë fundin e tranzicionit të tezgjatur. Sepse sot fytyra europiane e Shqipërisë është kjo protest jeni ju. Sepse sot Shqipërisë i dalim vetë për Zot.
gjej rastin të thrasë bëjthire për çdo shqiptar që s'është ende këtu, nga bashkohet. Për ditë këtu në bulevard, sepse është një përjetim që i takon kujtdo e do Shqipërinë vërtet. Në fund, unë ndesha t'ju thoja, detyroja që Zoti ta bekoj Shqipërinë, por bekimi i Shqipërisë është ndërkohë këtu, bekimi i Shqipërisë është kjo protest, bekimi i Shqipërisë jeni ju, faleminderit. Shqiptarët në fakt e kanë lënë Shqipërinë gjithë të vite, rreth 1 milion thuhet prej 2015-ës, për t'ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, për të ndërtuar të ardhmen e tyre atje. Ka 10 ditë që shqiptarët po i lënë vendet e Bashkimit Evropian për t'u kthyer këtu. A e dini pse? Sepse kjo është e njëjta arsye për cilën ata kanë ikur. Ata kanë ikur sepse nuk kanë pasur shpresë se këtu mund ta ndërtojnë jetën e tyre. Ndërsa tani ata janë kthyer sepse ju jeni shpresa e një Shqipërie të re. Shqipëri e re! Shqipëri e re! Shqipëri e re! Të gjithë bashkë, sidomos duke na u bashkuar edhe diaspora, edhe shqiptarët e trojeve, po që do ta bëjmë Shqipërinë e re. Shqipëri e re! 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 Në fakt, sot do të kemi disa fjalime të atyre që kanë ardhur nga diaspora. Daj fjalën ja jap Arbër Leshit, një aktivisti që është kthyer nga Austria vetëm për këtë protestë. Bashkëanëtar që e keni mbushur këtë shesh, ashtu si që keni mbushur këtë shesh, e keni mbushur diasporën dhe shqiptarë kudo në përbot me shpresë. Nga Londra në New York, nga Vjena në Toronto, nga Roma në Washington, sheshet e botës janë mbushur me shqiptarë që protestojnë bashkë me ju, në solidaritet me ju. Qeveria më e korruptuar që shqiptarët kanë parë dhe kanë provuar ndonjëherë, sot pretendon se ka 800.000 njerëz që e kanë votuar e përrjedhoi mazhorancë. Por ju kujtojmë se shqiptarët janë mbi 4 milion dhe në 30 vitet e fundit 1,5 milion shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak se këtu jemi në një ambient social, ekonomik të pabanueshëm për një vend evropian. Protesta juaj e cila nisi për shkak të dhunës shtetërore mbi njerëz autokton në tokat e tyre, në Rjoll, në Zvërnec, e kudo tjetër në Shqipëri, ishte pika e mbushjes. Dua vetëm t'ju kujtoj, dua vetëm sjell këtu dhe zërin e disa njerëzve nga zona ku unë vi, nga Mati. Zërat të cilat nuk dëgjohen as në media e as kund. Problemet e këtyre njerëzve që kanë 40 vjet pa rrugë e pa ujë të pishëm. Në Zallgjoçaj, në Kurgari, atje banorëve po ju merret ujë i pishëm për ta çuar ujin në hidrocentralet e oligarkëve të lidhur me këtë qeveri dhe me këta ministrat korruptuar. Prandaj, bashkë me ju,
edhe diaspora e di shumë mirë se sa të këqija i kanë ardhur këtij vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër. Por sot i bëjmë thirrje se më në fund ka në dorë që t'i bëjë një të mirë Shqipërisë pas gjithë atyre të këqijave, të japi dorëheqjen përfundimtare. Dorëheqje! 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 Një nga shtresat që janë dëmtuar më shumti gjithë këto vite janë profesionistët e lirë dhe klasa e mesme. Duket sikur atyre ja u kemi pakur zërin dhe nuk i kemi dëgjuar kur të flasin. Ndaj sot kemi kënaqësinë të kemi një stomatologe që do të thotë 2 fjalë. Mirëmbrëma, Kuksi, Tropoja, Puka, Lezhë, Mirdita, Durrësi, Tirana, e gjerë jugu poshtë. Rama ik! Rama ik! Berisha në burg! Jam nën, jam e revoltuar këtu në këto podium për shumë e shumë arsye, për shumë përballje në përtyret e spitaleve, të cilët janë të gjithë të korruptuar, pa përjashtim. Dua të citoj 2 vargje, të cilat i ka interpretuar Indjeri Mirushka Bashi. Jam shqiptar, paj kosovar, zote bujar, zote krenar, mbi këto dhe që e kam si fe, paj edhe për mi fe e kam vatën, e kam atë dhe, ti është shkjap për vërtet, ti është shkjap për të rejt që la përrejt, paj unë jam barbar, paj jo bre, nuk jam si vërtet ti, nuk jam si kur që ti është kja i zi, pa i vëndin ti me dua, pa i lirin e dua e nuk dua sot mbi mua, se jam këtu nga mali kur zoti e bani fushën fush e malin mal. Le të ngrihemi të gjithë, sot më shumë, nesër më shumë, sepse ky vend drejtohet vetëm nga ne. Ne e ngritëm këtë njeri dhe ne mund ta ulim këtë njeri. Ftoj të gjithë të rinjt, ftoj të gjithë nënat, të cilat për arsye shumë e më shumë, të cilat presin dyerve, dritareve duke pritur fëmijët e tyre, që nga 2016 që janë larguar të gjithë kolegët e mia, kolegët e mi që kanë ikur jashtë. Për çfarë arsye? Për paga të cilat nuk paguhemi. Nuk
duket mua si jeni shumë energjik sot. Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. Rama jepe dorëqen. Këtë dur me doja kur nuk mlindet fliste, kështu që gjithve në kërë këndoni sa më shumë.